Gjilanit, ndërtesën e ka praktisë një javën e fundit zgjedhjet, ka qenë punëtor shkollë bujqësisë në periferi Gjilanit. Për projekte njëtin sen mund me thonë kundërshtarët e tu politik, se thonë Arbëri është bedeli Lutfi Azirit. Manipulus është një javën e fundit, është me manipulu mi që 300 botor mi që në shkollë ftëft. Po më duket mua vetëm qëndron që ke standart të dy fisht. Nuk është hipokrizi, po konsideroj që standart i dy fisht në analizë. Kur thu Albani Hyseni është bedeli Albin Kurtit, si lider politik i asoj partijë që ka propozu, a konsideron që të njëjtin, a vlen e njëjta, sepse kështu edhe perceptohet që mos është edhe Arbëri bedeli Lutfi Azirit, e ka shtin gard atë tjetrin, për shkak pasigurisë politike që mundet me humbë. E humbë forca politike në qendër pasaj. A di pse nuk është? Sepse Zoti Hyseni në vitin e parë ne kemi qujtën viti humbën, të besu që viti humbër. Ati doli mandati humbër, a është provu? Arbëri nuk është provu. A është provu. Vetëm arsye që njerëz Gilan kanë thonë natë kohë kur kanë votuar për ndryshe, po dojna me provu. 4 vjet e kanë provu. Ju ka dalë bedel. Mandati humbër ju ka dalë bedel. Arbëri nuk është provu. Arbëri duhet më provu. Arbëri nuk është provu. Në kapacitete politike, menaxheriale, në atë vizionin për Gjilanin nuk është provu. Duhet më provu për mi thonë dishka, për që të suni thua asë të jasone. A ju provu e ka me të bedel, për që sun ka bo. Zotë Aziri, këtheni pak Zotë Hyseni në këtë dimenzion të Zotit Ramën Prishtinë, sekretarës qëtut, që ka thonë një mandat si del, në punën dhe fund, që shpedil ka Zotit Hyseni në Gjilan një mandat. Se është i LDK-s. Me vlerësu. Po ka fillu, Zoti Rama ka fillu në Prishtinë, ky ka thonë, a i s'ka thonë. Unë e kom thonë stadiumin, unë e kom thonë, projekcioni stadiumit për 18 muj kryt, a i ka thonë për një vjetë. Shka filloj be Zoti Aziri përparim Rama në Prishtinë se unë s'pesha? Gjëtaksha, për do në lisën e përparimit unë e lezoj. Po që aty në 205 premtime. Am le për Gilan ajo ka fillu, si ajo rruga të rruga B, rruga C. E filloj e letë gjyst. Fushata aktina që e ka inicialet me pas thirmë. Unë e kom thonë për 12 muj stadiumi, e ka thonë për 18 muj, ka thonë për 12 muj. Unë e kom thonë impiontin për 3 vjet, e ka thonë për 16 muj. Me stadium asnjëri s'keni dalë unë e kom thonë fëmija lind për 9 muj, Shtazania e ka thonë për 6 muj. Ajë gjithçka që unë e kom thonë e kam shu për gjyst. Për çdo ti si ka dalë kur gjo s'ka bo. Ma ne kur e ka po, ka unë projektet e lutës, ja kalon emrin për 100 vjet. Unë i thonë faleminderit. Se ka çfarë bëj këto projekte. Dikush. Ka me po. Po projekti është Arbëri me kompetencë me dhe edhe ka me fitu edhe kur del do të mos provu. A është asë është. Pyetja e fundit e Ramës edhe unë kam një pyetje krejt fundit. E ndron tema në ashtë kjo, pak po pendrojmë. Nëse nuk ka mas mbrojtëse nga gjykata kushtetuese, besoj që deri nesër dihet. Informacion kam që Zoti Kurti rreth tajtës do t'i dërgojë një ftesë juve prap LDK-s për një takim për koalicion. Të mundshëm. Pra do të vjen një ftesë e re tek LDK-ja për takim me lëvizjen vetëvendosje. Zoti Azir, herën e parë keni refuzuar. Nëse vjen një ftesë, a do të shkoni në takim me Zotin Kurti për mundësinë e një koalicioni qeverisës? Ju kujtoj që seanca duhet të mbahet më së largu të dielën, këtë diel, për formimin e qeverisë. Kretë që ka mujë me siguru që qëndrimi deri sonte LDK nuk ka ndryshu, as pak. Që i vjen? Që i bjen që ne nuk kemi bashkëpunim për ndërtim të institucioneve me VP. Ne kemi thonë jo. Edhe nëse vjen ftesa? Unë jam pro çdo lloj dialogu. Bashkëpunimin politik, unë e shoh në prizmin asaj që edhe kur s'mirësh vesh në parim, edhe kur nuk mirë me vesh, duhet mos më morë vesh, duhet më ul me bisedu për ato. Jeni për shkuar në takim. Nuk na ka ftuar në takim, Zoti Kurti. Po nëse fton. Unë thash, domethënë, ftesa vjen ose Zoti Lumir Abdixhiku kur e ka po ftesën për takim ju ka përgjigje në kuvend Republikës, apo 2 takime kanë qenë, një president, një kuvend. Por kjo është për koalicion Zoti Azira, e ka dalluar. Nuk e paragjykoj që po na çon mas do t'ju vi ose tetën ose të premten. Thash nëse s'ka mos. Jo hipotetikisht për. Jo nëse s'ka mos për me mos për andaluze nga gjykata. Pra plani është tetën ose të premten. Unë siguroj që LDK-ja nëse vjen, a duhet shkoj LDK-ja në takim? Kjo është pyetja. Unë po ju garantoj që letra, nëse vije letra, nuk paragjyk kur gjë. As për mbajtje, as në ftesë, as kur gjë. LDK-ja ka me trajtu sikur herave tjera me seriozitetin më të madh. Ne kena trajtu seriozisht letrën. Gjithmonë. Edhe nuk e kena vanu, kena reagu shpejt, kena thonë, nëse nuk kem nevojë më shumë me debatu, me diskutu, se që kaq, nuk kem nevojë me bo blofin politik që e bon partia e parë shpesher. Në cilësinë e nënkryetarit,
A keni personalisht mendim, nëse vjen letra, duhet shkojë LDK në takim ajo?